Shqipëria në vizionin e saj, po marr vetëm një shembull, në vitin 2030 ka si qëllim të kalojë një vend cashless. Kjo do të sillte që të gjitha pagesat, identifikimet, komunikimet të bëheshin pa prezencë fizike dhe pa para në kesh. Imagjinoni situatat cilët mund të përballet vendi jon në momentin kur do të ndeshemi me një sulm kibernetik të gjerë, ku nuk do kishim mundësi të përdornim atë portofol digital, i cili konkretizohet me ligjin e ri të identifikimit elektronik dhe shpenzimeve besuara që mbyllet shumë shpejt. Apo imagjinoni si do ndodheshin kompanitë e fintechut që ndërveprojnë midis bankave dhe klientëve, duke qenë se kemi përqafuar projektin Open Banking dhe projektin SEPA, si do përballeshim me situata pagesash në moment kur portofoli digital do ishte i paaksesueshëm. Siguria kibernetike duhet të jetë security by design. Për këtë arsye, nxis të gjithë ju që nëpërmjet jush të nxisni, sidomos brezin e ri, të jenë pjesë e këtij projekti, e këtij vizioni që lidhet me digitalizimin, me teknologjitë e avancuara dhe sigurinë kibernetike. Dy arsye. E para, siguria kibernetike të jetë një krenari kombëtare, sa herë që mbrojmë një infrastrukturë të vendit, ne ndjehemi krenar sepse kemi kontribuar tashmë në këtë epokë të re, e cila mbrojtjen nuk e ka vetëm konvencionale, dhe e dyta është një mundësi e jashtëzakonshme si biznesi, ashtu edhe fitimprurse. Kërkesat për sigurinë dhe për ekspertë sigurisë kibernetike, ndryshe nga çdo profesion tjetër, rriten në mënyrë eksponenciale, të përvitshme. Është momenti që këtë gjë ta kthejmë në mundësi të art për vendin tonë.